Shoferi dehur përplas për vdekje 30 vjeçaren shqiptare në Spanjë. Një aksident tragjik rrugor i ndodhur në Malaga, Spanjë, ka marrë jetën Evelin Salim Musaj, një 30 vjeçare shqiptare lindur në Kiserano, Itali. E reja, cila ishte zhvendosur në Malaga rreth një vit më parë, është përplasur për vdekje nga një automjet që drejtohej nga njeri në gjendje të dehur. Sipas të dhënave fillestare, drejtuesi i mjetit u përpoq të largohej nga vendi i ngjarjes, por u identifikua dhe më pas u konfirmua se kishte rezultuar pozitiv në testin e alkoolit. Përplasja ishte kaq e fortë saqë personeli mjekësor nuk mundi të bënte asgjë për të shpëtuar jetën e saj. Vdekja e saj u konstatua në vendngjarje. Lajmi i dhimbshëm ka tronditur komunitetin e Kiseranos, ku Evelin ishte lindur dhe rritur. Bashkia e qytetit publikoi një mesazh ngushëllimi në rrjetet sociale duke shprehur solidaritetin me familjen dhe duke kujtuar të ndjerën si pjesë të dashur të komunitetit të tyre. Komuniteti i Kiseranos bashkohet në këtë pikëllim për vdekjen tragjike të Evelin Salim Musaj, e cila ndroi jetë në moshën 30 vjeç në Spanjë, në Malaga, qytetin ku ishte zhvendosur. Shkruhet në mesazhin e bashkisë, i shpërndar edhe nga kryetarja Katerina Vitali. Evelin ishte parukiere me profesion. Ajo kishte humbur baban pak kohë më parë, ndërsa nëna e saj dhe dy vëllezër më të vegjël jetojnë tashmë në Morengo. Pas lajmit tragjik, shumë miq dhe qytetarë kanë shprehur dhimbjen e tyre nëpërmjet rrjeteve sociale, duke përkujtuar Evelinën si një vajzë të dashur dhe të respektuar nga të gjithë. Hetimet për ngjarjen vijojnë, ndërsa familja dhe miqt kërkojnë drejtësi për humbjen e parakohshme të Evelin Salim Musaj.